Një qershori është i mbushur me aktivitete të larmishme nga të gjithë fëmijët në të gjitha qytetet. Në shkollën jo publike Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa, vogëlushët së bashku me edukatorët organizuan një aktivitet me këngë, valle dhe recitime, ku ishin të pranishëm edhe prindrit. Kjo ditë lumturoi prindrit kur pan fëmijët me buzëqeshjen e tyre të ëmbël. Buzëqeshjet, entuziazmi i fëmijëve emocionoi dhe edukatorët, të cilat u shprehën se ishin krenare për ta. Fëmijët e kopshtit tonë Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa festuan festën e një qershorit, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, ku zhvilluar një festë ku fëmijët morën pjesë me vjersha, interpretime dhe këngë, valle dhe kërcime të ndryshme. Përveç festës së një qershorit, ne organizuam dhe përcjelljen e fëmijëve për në klasë së parë, ku la një shije shumë të bukur, ku fëmijët ishin të veshur me veshjet e diplomimit dhe uroj suksese fëmijëve për në klasë së parë. Falenderoj të gjithë prindrit që ishin pjesëmarrës në këtë festë dhe që punuan së bashku me ne për të organizuar këtë festë kaq të bukur. Gjithashtu falenderojmë dhe drejtorinë e shkollës që na mbështesin në çdo program që ne organizojmë me fëmijët tanë. Ishte një ditë e veçantë, një festë e çmuar, ku na kujton se çdo buzëqeshje e një fëmie është një bekim, çdo hap i tyre është një shpresë për një të ardhme më të mirë. Si edukatore ndjej një krenari kur shoh sytë e fëmijëve të ndritshëm dhe të gatshëm për të zbuluar botën. Një falënderim i veçantë shkon për drejtorinë e shkollës, Nënshkruesi i Pavarësisë, që më bëri pjesë në stafin e mrekullueshëm të saj. Gjithashtu falenderoj prindrit për bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe besimin e thesarit të tyre më të çmuar që na besojnë çdo ditë ne. Falenderimi më i madh shkon për fëmijët, të cilët na dhanë emocione kaq të bukura dhe të paharrueshme si sot. Gëzuar një qershori dhe suksese parashkollorëve që shkojnë në klasë të parë.